Përshëndetje, unë jam Vida Saliu. Dhe unë jam Marta Tjetën nga klasa e para gjashtë. Sot do të prezantojmë sintaksa, fjalit një kryqëndryshe. Sintaksa është pjesë e gramatikës që merret me studimin e rregullave për bashkimin e fjalëve në fjali dhe fjalive në periudhë. Dallojmë dy lloje sintaksash. Sintaksa e fjalisë dhe sintaksa e periudhës. Fjalia është njësia sintaksore themelore që përmban një kuptim dhe formohen nga një më shumë fjalë të lidhura gramatikisht, me të cilat shprehen një mendim, një pyetje, një dëshirë, një ndjenjë a një nxitje. Për fjalin janë formuar në kufizime të shumta që në shekullin 4 para erës sonë. Aristoteli ka dhënë për kufizim. Fjalia është mendim i shprehur me fjalë. Me pak fjalë, fjala vetëm nuk mjafton për komunikim. Fjalët bëhen kuptuese vetëm kur lidhen gramatikisht në fjali dhe tregojnë diçka në një situatë të caktuar. Fjalët një kryqëndryshe. Fjali një kryqëndryshe duhet quhet fjali që e kanë të shprehur vetëm një rëndgjymtyr kryesore, kallëzuesi ose kryefjalë. Tu kemi ne dy shembuj. Shembulli i parë është fjalia agon. Kjo është një kryqëndryshe e shprehur në folje. Shembulli tjetër është natë. Është e shprehur në emër. Don't forget to subscribe to our channel, Literature Corner by Prof. Moyasser Aliou, and make sure to like, share and comment on this video.